Pas javësh emocione, sfida të forta, aleanca, përplasje dhe histori që kanë mbajtur të mbërthyer publikun shqiptar, Ferma VIP 3 mbërrin sonte në kulmin e saj. Në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus, do të transmetohet finale e madhe e spektaklit më të ndjekur të momentit në ndërtimin e Arbana Osmanit dhe prodhimin e Vita Production. Pas një rrugëtimi të gjatë e plot surpriza, 5 emra kanë mbërritur në garë për çmimin e madh. Poetja Mimoza Ahmeti, balerini Ilir Shaqiri, këngëtarja Soni Malaj, DJ Bujaka dhe aktori Vis Pupa janë finalistët që sonte do të përballen me verdiktin përfundimtar të publikut. Secili për tyre ka shkruar histori brenda Fermës. Mimoza Ahmeti me karakterin e saj të veçantë dhe debatet që kanë dominuar sezonin. Ilir Shaqiri, një nga lojtarët më strategjik dhe më të komentuar. Soni Malaj, që arriti të fitojë zemrat e publikut me qetësinë dhe forcën e saj. DJ Bujaka, surpriza i këtij edicioni që siguroi mbështetjen masive nga publiku. Dhe Vis Pupa, i cili me humorin, energjinë dhe qetësinë e tij arriti të sigurojë një vend mes më të mirëve. Mbrëmja e sotme pritet të jetë një spektakël i jashtëzakonshëm, i mbushur me emocione, surpriza, rikthime të ishfermerëve, momente të paharrueshme dhe një bilanc të plot të një sezoni që ka thyer rekorde diskutimesh dhe shikueshmërie. Të gjithë ishfermerët do të mblidhen për të përjetuar së bashku natën më të rëndësishme të këtij edicioni e për të pritur kështu se kush meriton të ngrejë trofeun e Ferma VIP 3. Për të mos harruar rolin deciziv që do të luajë publiku në fatin e 5 finalistëve në rrugën drejt fitores. E deri në orën 21, emocionet mbeten të hapura dhe gara vazhdon.